Iceberg Exhibition është një kompani që është krijuar para 4 vitesh. Ka ardhur brenda një kompanie që është prej 25 vitesh në treg, që ka emrin quhet Iceberg Communication. Ne kemi bërë një bashkëpunim me ta dhe praktikisht kemi krijuar brandin e ri që është kompania e re Iceberg Exhibition. Fokusi jon është aktualisht për momentin dhe gjatë gjithë këtyre 5 viteve ka qenë në organizimin e panajireve sektoriale. Ajo çfarë kishim vënë re në tregun shqiptar, mungonin ose më saktë ishin dhe të organizuar jo shumë mirë panajire sektoriale. Praktikisht e gjithë bota sot ka ndryshuar qasjen. Nuk ka më panajire që të jenë panajire generaliste. Panajire generaliste janë ato që fusin brenda të gjithë llojet e produkteve që tregu ka dhe gjithë llojet e industrive. Kjo praktikisht nga gjithë eksperjenca që neve kemi parë që ka pasur e gjithë bota, ka një impakt shumë të vogël sesa panajiret sektoriale. Panajiret sektoriale janë me impakt goxha më të madh brenda sektorit për arsyeën se mbledhin vetëm aktorët e atij sektori. Duke mbledhur aktorët e atij sektori, praktikisht dhe fokusi dhe e gjithë vëmendja është rreth sektorit. Vendosen dhe disa pika shumë të rëndësishme duke pasur të gjithë aktorët brenda të gjithë organizimit. Praktikisht vendosen dhe disa pika shumë të rëndësishme që panajiri shërben si një lloj kalendari dhe një lloj matësi për të parë çfarë pikash dhe çfarë objektivash janë vënë një vit më parë dhe a janë arritur ato apo gjatë rrugës ka ndryshuar fokusi për arsye të ndryshme, sepse fokusi sektorëve gjatë vitit edhe ndryshon për arsye të ndryshme. Mund të kemi, për shembull, po marrë sektorin e energjisë që mund të ketë në një moment mund të jetë i fokusuar te fotovoltaikët dhe pastaj ndryshoni gjithë qasja mund të kalojë me fokus në energjinë e erës. Pra kjo është mënyra se si funksionojnë sektorët. Neve si Iceberg kemi menduar që të kapim sektorët kryesorë të ekonomisë, si janë një është turizmi. Kemi 2 panajirin e bujqësisë, që është bujqësia praktikisht sektori i dytë më i rëndësishëm, ose më saktë sektori i dytë jo më i rëndësishëm, sepse nuk mundet që t'i vendosim se cili nga këta është i pari, i dyti, por të gjithë janë shumë të rëndësishëm. Të tretin kemi panajirin e teknologjisë dhe gjithashtu në fund fare e mbyllim me panajirin e energjisë dhe të ndërtimit, që janë të dyja në një. Të dy segmentet janë të bashkuar në një, sepse kanë dhe goxha ngjashmëri ose më saktë kanë shumë bashkëpunim me njëri tjetrin. Për këto arsye, neve kemi konceptuar dhe kemi zhvilluar këto 4 panajire. Panajiret janë edicionet e tyre të pesta, janë të gjitha vetëm e rritje me shumë sukses. 3 prej tyre ne i organizojmë në Tiranë dhe vetëm një që është panajiri i bujqësisë e organizojmë në Lushnjë. Arsyeja ju a thash edhe më parë është fakti që duke qenë se ne kemi menduar që të shkojmë pranë zonës së interesit, siç e bën gjithë bota. Është një formulë që e kanë ndjekë gjithë bota. Sektorët e tjerë pastaj i bëjmë në Tiranë, në Pallat Kongreseve, duke qenë se Tirana ka shumë fokus në turizëm, ka fokus në teknologji, gjithashtu edhe për pjesët e tjera të sektorëve të tjerë, siç janë energjia, ndërtimi e tjera. Këtë bëjmë ne si Iceberg dhe aktualisht kemi 5 vite që e organizojmë. Mundohemi nga viti në vit të sjellim risi. Sjellim risi që me tendencën që ka gjithë bota, praktikisht studiojmë jashtëmase shumë mënyrën se si ecën kjo industri në botë dhe ne mundohemi që të kapim ritmin e tyre. Absolutisht që nuk mundet që të jemi në kapacitetet që bota ka, duke qenë se Shqipëria është një treg më i vogël, por lufta dhe ajo çfarë neve kemi bërë është fakti që kemi përfshirë të gjithë rajonin, të gjithë Ballkanin. Pra panajiret tona nuk janë asnjëherë vetëm lokale, nuk janë asnjëherë vetëm për Shqipërinë, po janë panajire që përfshin brenda vetes patjetër Malinezi, patjetër Maqedoninë, Bosnjën, Serbinë, Kosovën absolutisht që është pjesë e Shqipërisë, ndaj mundohemi të kapim të gjithë, të përfshim të gjithë Ballkanin. Është e vetmja mënyrë që neve të kemi dhe një ofertë më të mirë dhe kundrejt Europës. Është e vetmja mënyrë që ne kemi vënë re që në momentin që neve bëhemi bashkë, të gjithë vendet e Ballkanit bëhen bashkë, Europa ka dhe interesin më të lartë. Kjo është ajo çfarë neve bëjmë dhe tashmë kemi 5 vite që e bëjmë sistematikisht me një kalendar shumë të rregullt.